Ne duhet t'i kushtojmë, nuk është në një gjë wow e madhe dhe duhet diçka, duhet shumë impenjim, duhet të lexosh shumë. Duhet të ndisesh në aspektin personal dhe të duash veten. Të duash veten do të thotë që ti të zgjedhësh produkte të qëndrueshme, produkte që të bëjnë mirë për shëndetin tënd, dhe këto produkte duhet jenë të pastra, pra ty të bëjnë një konsumator i cili duhet ta lexosh produktin të cilin ti ble. Tani ta lidh pak me çështjen e zgjedhjeve. Sa herë votojmë në shqiptarët? Edhe sa herë bëj këtë pyetjen të gjithë thonë, njërën 4 vjet votojmë, se jemi dhe në frak. Çdo 2. Çdo 2 vjet. Në fakt, do thosha diçka të tillë që ne votojmë sa herë hapim portofolin për të bler diçka. Sa herë ne blejmë një produkt, ne japim një mesazh të atij produkti që ne duam si konsumator. Pra, në qoftë se ne zgjedhim produkte të cilat, sepse sot ka vite që biznesi kërkon që të jetë sa më miqësor dhe kemi shumë biznese dhe shumë produkte që janë shumë miqësore me natyrën dhe ata janë të qëndrueshëm, sepse kanë punuar dhe janë bërë të tillë. Kështu që sa herë nxjerrim portofolin për të blerë diçka, është mirë që ta lexojmë atë produktin, ta shikojmë, se çfarë ndikimi ai ka, nëse është i prodhuar me paketim të ricikluar. Në qoftë se ai nuk ka shtesa ushqimore të cilat janë kimikate që s'na bëjnë në radhë të parë mirë për shëndetin tonë, po sigurisht si bëjnë mirë edhe ndikimit kur ato çlirohen në natyrë dhe në mjedis.